me të vërtetë është një temë shumë aktuale, është delikate e ndihshme. Ku qëndron dallimi mes publikimit të bombave dhe të përgjimeve të bisedave private të publikuara së fundmi? Për magjistrin e sigurisë Hashim Myrtezani, publikimi i përgjimeve të bisedave private ka ndryshim drastik me bombat e publikuara nga opozita maqedonase. Publikimet e fundit që janë hapur përmes faqes në Facebook pronto.mk kanë bëjnë direkt me ndërhyrje në jetën intime dhe private dikujt. Të njëjtin mendim me të ndan edhe profesori universitar Osman Kadriu, i cili e cilëson përgjimin dhe publikimin e bisedave private si shkelje të drejtave private dhe morale që i gëzon çdo individ. Sipas tij, në rrugë të duhur s'po shkon as çështja e bombave të opozitës, për hetimin e të cilave u krijua edhe prokuroria publike speciale. Ai raporti, lutem, unë si e vlerësoj, nuk është raport si një akt i cili duhet të vlerësohet nga një kant vështrim politik. Ai u shndrua, ju lutem, në akt akuz. A zonja përfaqësuesja e prokurorisë speciale, në vend që të paraqesë raportin, ajo, ju lutem, u kualifikuar sikurse me qenë e akuzuar edhe e ulur në bankën e zezë. Ai kujdeset të theksoj se her pas here nga pushteti janë bërë veprime që tregojnë se nuk dëshiron që Prokuroria Publike Speciale të zbardh krizën e krijuar nga përgjimet. Për Besim Hodën, Prokuroria Publike Speciale u krijua me iniciativë të faktorit ndërkombëtar për të parë se a ka populli kulturë të mjaftueshme politike që të ndëshkojë individët që kanë bërë shkelje të jashtëzakonshme shtetërore dhe individuale. Roli i Prokurorisë Speciale është vetëm një gjykim publik që nesër në zgjedhjet e ardhshme të popullit të arrijë të gjykojë në aspekt moral se meritojnë këta individ apo këta grupe për të marrë mandatin apo jo. Sipas tij, vërtet opozita maqedonase i publikoi bombat, por në momentin që deklaruan se kanë materiale dhe për rastin Mostra dhe nuk i publikuan ato, u tregua se kjo opozitë nuk është ende e maturuar që shqiptarët t'i besojnë. Ai shtoi se lënia e Prokurorisë Publike Speciale në mëshirë të gjykatave, duke mos krijuar bashkarisht me to edhe një gjykatë speciale, do të diskreditojë Prokurorinë Publike Speciale. Profesori Bashkim Selmani tha se kur punët nuk zgjidhen nga organet e brendshme, lind nevoja e kërkimit të ndihmës nga organet ndërkombëtare. Shumë pak edhe ne si qytetar gjithmonë jemi duke kërkuar fajtori, por asnjëherë në aspektin juridik nuk i drejtohemi dhe Bashkimit Evropian dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për këtë situatë. Mysafirët në Klik Plus folën edhe për vendimin që mund të marrë gjykata kushtetuese për Prokurorinë Publike Speciale. Sipas tyre, nëse gjykata kushtetuese bën abrogimin e ligjit dhe rrjedhimisht edhe të Prokurorisë Publike Speciale, atëherë në Maqedoni do të krijohet një kaos juridik. Si ka formuar dosje për